Mund qendër të Shëngjinit. Kjo që është plazh publik i menaxhuar, po i menaxhuar nga bashkia. Tani, cili është skema e menaxhimit që kemi ne? Këtu është fakultative gjithçka. Normal të çada janë gati nëse një pushues don që të marr shëzllohën e shërbim, ne afrojmë shëzllohën këtë një pagesë që është 4.000 lekë vjetra. Bashkia Lezhë me kompaninë publike po qendra plazh që ka krijuar në bazë rregullore së re që ne kemi bërë, mu këtu në zemër të Shëngjinit ka plazhin publik. Siç e shikoni është një hapësirë e mjaftueshme, e madhe. Ka dhe të tjera si kjo, sigurisht nuk t'i ha plazhet publike pa merak. Është e garantuar gjithmonë. Por është shumë e rëndësishme dhe dua që t'ju tregojmë gjithëve se si e ka organizuar Bashkia Lezhë me stafin e vet, ka bër investimin me çadrat. Çadrat rinë të mbyllura, këtu është stafi i bashkisë, të cilët nëse pushuesit duan, mund t'ju ofroj me çmimin e publikuar në tabel 400 lekë të reja. Pagesa është me kasë fiskale. Dhe pagesa është me kasë fiskale. Pra askush nuk mund të hyjë këtu nëse nuk merr faturën të prerë nga